Ka ndodhur ndonjëherë që e dim thellë brenda nesh që diçka duhet të ndryshojë, qoftë në jetën tonë, qoftë në punë. Por, për një arsye a një tjetër, thjesht nuk ndodh. E po, kjo nuk është thjesht dembelizëm, jo. Bëhet fjalë për një forcë shumë më të thellë, një forcë gati universale. Dhe sot, pikërisht këtë forcë do ta nxjerrim në dritë. Kjo është pyetja e madhe. Pse një restorant me një menu të pafundme refuzon të heqë pjatat që askush nuk e porosit? Apo pse një kompani i qëndron besnike një sistemi të vjetruar kur ka alternativa shumë më efikase? Përgjigja, siç duket, nuk ka të bëjë me logjikën. Ka të bëjë me një prirje psikologjike që na mban të gjithë peng. Dhe ishte Charlie Munger, partneri legjendar i Warren Buffett, ai që e kapi këtë fenomen në mënyrë perfekte. Ai e quajti atë forca më e fshehtë që pengon progresin. Dhe arsyeja pse e quajti kështu, sepse ajo vepron në prapasken, në heshtje, duke sabotuar vendimet tona më të mira pa e kuptuar fare. E pra, si quhet kjo forcë e fshehtë? Le t'i vëmë një emër, le ta diagnostikojmë, të kuptojmë mekanizmin pas kësaj paralize të çuditshme që na blokon her pas here. Kjo pra quhet inerci psikologjike, ose siç njihet ndryshe, prirja për status quo. E thon thjesht, trurit ton i pëlqen rehatia. Ai e do sigurinë e asaj që njeh, shumë më tepër se sa pasigurinë e diçkaje të re, edhe nëse ajo e reja është më e mirë. Siç thoshte vetë Munger, është më lehtë të mbash një vendim të keq se sa të marrësh një vendim të ri. Kjo e thot gjithçka, apo jo? Po si funksionon kjo gjë në tru? Është fare e thjeshtë. Sa po përballemi me një vendim për ndryshim, hapi i parë është që aktivizohet frika. Po sikur të mos funksionoj, po sikur të dështoj. Pastaj, truri ynë, i cili është programuar për të na mbrojtur, e shen ndryshimin si një rrezik, jo si një mundësi. Dhe rezultati? Rezultati është pikërisht paraliza e veprimit. E dim saktësisht se çfarë duhet të bëjmë, por thjesht e shtym pafundësisht. Për ta bërë më të prekshme, le të shohim një shembull nga jeta reale. Një histori për 2 restorante. Të dy u përballën me të njëjtin problem, por rrugët që zgjodhën ishin krejtësisht të kundërta. Ja ku i kemi. Në njërin anë kemi restorantin Bella Notte. Ata e shihnin qartë që menuja me 50 artikuj po krijonte vonesa, por mendësia e tyre ishte: rri, mos lëviz, le të presim, ndoshta gjërat rregullohen vetë. Inercia fitoi, dhe rezultati? Humbën klient dhe në fund dështuan. Dhe pastaj kemi Sapore. Menaxheri atje vendosi të vepronte. Jo muajin tjetër, por këtë javë. Hoqi 20 pjatat që si hante njëri dhe bum, shërbimi u bë më i shpejt, shitjet u rritën. Një vendim i vetëm bëri gjithë diferencën. Tani, këtu gjërat bëhen vërtet interesante. Vendimi nuk ishte i rastësishëm. Menaxheri i Sapores pa të dhonat, dhe çfarë zbuloi? Që 80% e të ardhurave vinin vetëm nga 15 pjata. Imagjinojeni pak, 35 pjatat e tjera ishin thjesht zhurmë, energji dhe kohë shpenzuar kot. Ky grafik i thjesht i dha atij guximin dhe provën e pakundërshtueshme për të thyer inercinë. Sigurisht, ndryshimi nuk ishte i lehtë, dhe kjo ishte përgjigja e parë që menaxheri mori nga stafi i tij. Po ne kështu kemi punuar gjithmonë. Ky është himni i inercisë, është thirrja për të qëndruar në zonën e rehatisë, edhe kur ajo zonë ka filluar të mbushet me ujë. Kjo fjali e vetme është ndoshta armiku më i madh i çdo lloj progresi. Mirë, mjaft folëm për problemin, tani është koha për zgjidhjen. Si mund ta luftojmë këtë forcë kaq të fuqishme dhe kaq të fshehtë? Le të shohim bashkë një set mjetesh praktike, një strategji për ta mposhtur këtë prirje një herë mirë. Këtu janë 5 strategji të thjeshta, por jashtëzakonisht të fuqishme. Së pari, rishikimi periodik. Bëjeni ndryshimin një zakon, jo një ngjarje të rrallë. Për shembull, çdo muaj identifikoni 3 gjëra që mund të përmirësohen. Kjo e detyron veprimin. Së dyti, kultura e testimit. Harojeni planet gjigante dhe të frikshme. Provoni gjëra të vogla në cikle të shkurtra. Kështu rreziku është më i ulët dhe mësimi vjen më shpejt. Së treti, dhe kjo është thelbësore, ndani vendimet nga emocionet. Pyetja nuk është a na pëlqen, por a funksionon? Të zonat nuk kanë ndjenja, ato thjesht tregojnë të vërtetën. Së katërti, shpërbleni guximin. Duartrokiteni dhe shpërbleni ata që propozojnë ndryshime, edhe nëse ideja e tyre nuk funksionon. Kjo i dërgon të gjithëve mesazhin se ndryshimi është i mirëpritur. Dhe së fundi, mbase pika më e rëndësishme, veproni tani.
Mos prisni për momentin perfekt, sepse ai moment thjesht nuk ekziston. Dhe tani, pjesa më intriguese. Po sikur t'ju thoja që këtë prirje psikologjike mund ta kthenim në favorin ton. Që në vend se ta luftojmë, mund ta përdorim si një armë strategjike. Le të shohim si. Si, inercia funksionon edhe te klientët. Ata priren të kthehen aty ku ndihen rehat, aty ku ndihen si në shtëpi. Pra, strategjia është kjo. Ndërkohë që sjell risi, mbaj disa elemente kyçe të pandryshuara. Logoja, pjata klasike që të gjithë e duan, ajo atmosfera e njohur, apo edhe buzëqeshja mikpritse e një stafi që nuk ndryshon. Këto gjëra shërbejnë si një spirancë psikologjike. Ato krijojnë një ndjenjë sigurie që i bën klientët më të hapur për të provuar diçka të re brenda atij mjedisi të njohur. Dhe kjo thënie e Munger e përmbledh këtë ide në mënyrë briljante. Njerëzit duan risi, por në një paketim që ndjehet i njohur. Kjo është loja, ky është ekuilibri i artë mes inovacionit dhe rehatisë, dhe është çelësi për të mbajtur besnikërinë e klientëve në një botë që nuk ndalet së ndryshuari. Pra, le ta përmbledhim. Çfarë ndodh në fund të ditës kur e lëm inercinë të na kontrollojë? Cili është çmimi real që paguajmë kur zgjedhim rehatinë e mosveprimit? Kjo është e vërteta e ftohtë. Të qëndrosh në vend nuk do të thotë të ruash pozicionin. Të qëndrosh në vend në një botë që ecën përpara do të thotë të mbetesh prapa. Pra, inercia nuk është thjesht mungesë ndryshimi, është një rënje e ngadalt por e sigurt. Mosveprimi nuk është një pozicion neutral, është një vendim aktiv për të humbur. Dhe po e mbyllim me këtë mendim të thellë. Truri ynë është i programuar ta dojë atë që nje, më shumë se sa atë që është vërtet e mirë për ne. Dhe sfida e vërtet, sidomos për një lider, është pikërisht kjo: të shohesh nevojën për ndryshim dhe të veprosh përpara se krizat të trokas në derë. Kjo është ajo që ndan ata që mbijetojnë nga ata që lulëzojnë. Pyetja pra nuk është thjesht se çfarë duhet të ndryshojmë. Pyetja është, a do të veprohet sot apo do të pritet derisa të mos ketë më zgjedhje tjetër.